Po, tani prapë filloi kampionati, të henën tje drejt, kemi përballë Vllazni. Një ndeshje shumë e rëndësishme për ne, një ndeshje derbi, sepse Vllazni është në vendit parë, me një pikë me shumë si neve në vendit dytë. Domethënë një derbi, një ndeshje jam sigur prapë interesant për tifozat edhe ne jemi gati për henën. Një ndeshje direkte, nëse fitoni me në vendin e parë, a ka ardhur koha që Elbasani të marrë kryesinë? Neve do luftojmë fort si gjithmonë për qyteti, për Fenella, për Elbasani. Sigur një fitore do kënaqë gjitha, por pastaj kemi edhe 3 java të tjera, domethënë është një ndeshje shumë e rëndësishme, por nuk është e venditar. Domethënë neve edhe një herë do luftojmë për maksimum, pastaj fusha do t'rregojë gjitha. Keni një thirrje për tifozët që sërish fillim të jenë të shumtë në të duel? Për tifoza unë nuk dua të flasin shumë sepse ata është gjithmonë me ne, afër ne edhe është lojtar dumidet. Domethënë vetëm mund të them respekt edhe faleminderit për tifozat deri tani. Edhe pastaj të presim bashk të henën do bëjmë një atmosfera bukur si gjithmonë tu në Elbasan.